Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Konomea është një përmbledhje me 3 novela nga Vath Koreshi. Është libri në fokus të kësaj biblioteke. Do të bisedoj me studiuesen Dhurata Shehri. Dhurata, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ka një dallim kjo biblioteke nga të tjerat, ku zakonisht ne propozojmë një libër. Sigurisht dhe në këtë rast të propozojmë një libër, po qëllimi kryesor është më tepër të propozojmë një korpus vepre që ka të bëjë me Vath Koreshin, i cili në fakt prej disa kohësh në një farë mënyre nuk gjendet në librari. Pra nëse do të lexosh Vathin, nuk mund të shkosh në librari të marrësh libra, do të shkosh ose bukinisti ose rastësisht në këto libra që shiten në trotuare, që janë gjithsesi libra të vjetër dhe libra të përdorur. Ky libër që un kam në dorë është botimi i vitit 1999, pra 26 vjet më parë. Ai që koni ju si një mungesë që duhet do e mos rikuperuar? Të them vërtetën, është një nga ato autor i cili duhet lexuar habitshëm si kur e lexon për herë të parë. Dhe praktikisht në mungesë të pranisë ti autori në tekstet shkollore dhe për hir të vërtetës pak edhe në universitet, natyrisht që bëhet si autor në universitet, vëmendja e kritikës në mungesë të librave të ri apo ribotimeve apo rasteve, siç mund të jenë, ku diun, të llojeve të ndryshme, eventeve letrare, mungesa e kritikës mbi këtë autor edhe prej faktit që është ndrar nga jeta dhe nuk botohet më vepra të reja, e ka bërë që ky autor të dali pak si jashtë vëmendjes. Kështu që mendoj që është momenti... Dhe padrejtisht, vlerën që ka vepra. Nuk ka asnjëherë dalja nga vëmendja e një vepre përgjithsisht. Në lehtësim botror nuk ndodh as me të drejtë as me të padrejtë. Pra është një procedurë që ndiqet që ka të bëjë me atë që një studiues i famshëm i quan horizonti i pritjes. Pra janë vepra që takohen me horizontin e pritjes, ka vepra që janë përpara ose vepra avangardiste që janë ato shkruhen përpara ndërkohë që lexuesi nuk është i bërgati të lexojë ato vepra, dhe ka dhe vepra të cilat rizbulojnë elemente. Një lexues, ku diun, i 30 vite më pas rizbulon një vepër të cilën lexuesit bashkëkohor me të nuk e kishin se kishin ndeshur, kishte dalë jashtë vëmendjes, kishte pasur kritika negative. Pra gjitha këto janë procedura që ndodhin në historinë e leximit në letërsinë botërore, kështu që të jesh i drejtë apo i padrejtë është një term moral, ndërkohë që procedura që ndodh në studimin në leximin e letërsisë është procedurë thellësisht estetike, që ka të bëjë me shijen dhe me stilin e autorit, dhe sidomos me shijen e veprës, po themi, e lexuesve në një periudhë të caktuar të kohës. Në fakt është një grup veprash të autorëve që janë të realizmit socialist, por edhe që kanë qenë kapërcyes, sepse Vath Koreshi ka ndoshta më pak si cilësi sasi, por ka një seri të madhe veprash që janë botuar dhe mbas 90-s, mbas 91-shit, dhe për hir të markimit dhe pranisë ideologjike në veprat e tij përpara 90-s, është një autor i cili për brezat e sotëm, të lexuesve të sotëm, thot pak. Pra është po themi, ka marrë një konotacion i cili është e vështirë të hiqet, që do të thotë shija e tyre e leximit nuk shkon dot tek veprat e hershme të Vath Koreshit, dhe shija e tyre e re shkon tek një lloj letërsie që është më bashkohore. Pra ka nevojë për një hapje në një çelje, një rrugë të re për të afruar shijen e lexuesit sotëm me stilin e veprave të Vath Koreshit. Le të qëndrojmë pak te ky të qëndrimi në dy kohë, në dy epoka i Vath Koreshit, dhe të flasim pikërisht për dallimin, për krahasimin, për hendekun ndoshta. Jo, unë s'do flisja për hendek. Nuk ka hendek. Për mua, ka një zhvillim, hajde po t'isha aq të, po themi, evolucioniste do ta quaja edhe zhvillim, po themi ecje përpara, ndonjë lloj evolucioni, por sythat e asaj që ndodh mbas 90-s, natyrisht i gjejmë që tek librat e parë. Unë sot solla një libër që... Kur zun shirat e vjesht, është i pari fare. I pari libër i Vath Koreshit, 1964. Është një libër shumë i vogël, një djalosh i tri që ndjen në stil që kur e shkruajmë, po ndërkohë sythat e një marrëdhënie më të fortë me atë çfarë është intime, lirike, personale, në ndryshim me frymën e përjetshme, frymën e përhershme të realizmit socialist, që shkon drejt kolektivës, drejt shembullit, drejt masave, drejt propagandës. Natyrisht elemente të tilla i kemi, patjetër që i gjejmë, sepse për ndryshe veprat nuk do të botoheshin. Po në çmas, Dhurata, kur përmendim realizmin socialist sot ne, e përmendim gjithmonë me një konotacion pejorativ.
Të merituar. Të merituar. Absolutisht po. Deri në çmas janë këto gjurmë. Për mua personalisht, Koreshit para viteve, ose të fillimet të për mua personalisht, po e them trosh, letërsia e realizmit socialist është një gremine madhe në cilën do të shpëtoja libra, një bibliotek shumë të vogël. Në këtë bibliotek të vogël ndoshta do shpëtoja 2-3 libra të Vath Koreshit, që do të thotë të gjitha librat e Vath Koreshit, dhe pjesës më të madhe të autorëve të letërsisë realizmit socialist, po edhe pjesës më të madhe të veprave të Vath Koreshit, i përgjigjen një politike, një agjende politike ditës. Të pashmangshme. Të pashmangshme. Përndryshe veprat nuk do votoheshin. Pra duhet të ndroç, Vath Koreshi nuk është autor disident, as disident politik, por ka disa elemente të luajtjes, po themi një lloj luaje ku kam çefti që bëhet me redaktorin, me regjimin. Për shembull, në këtë veprën e parë, po edhe në veprat e tjera, një roman që në pamje të parë, po ta lexoj atë kohë, do dukej puro i realizmit socialist, me ro pozitiv, me luftën e klasave dhe të gjitha elementet bashk, gjen mënyrë për të kapur disa elemente të intimes dhe lirikës që e shpëtojnë veprën sot. Pra syri i lexuesit të asaj kohe, në cilën vepra ishte e destinuar të lexojë për propagandë, pra të merrej mesazhi i dhënë partisë. Partia thoshte luftoni për, do shkruajmë vepra, si ishin direktiva. Komiteti qendror nxirrte direktivën të shkruar të Zezmit Bardh, mbas 2 muajsh kjo direktivë shfaqej si pjesë e pleniumit të lidhjes shkrimtarëve dhe në krye të vitit të dilnin veprat me atë tematikë të mirëtuar nga byroja politike. Pra, ishte kaq jo letrare. Shtysa. Brënda këtij jo letrariteti, pra qëllimit për ta shkruar letërsinë absolutisht vetëm për propagandë, çfarë ishin shkrimtar talentuar, që nuk ishin shumë, dhe që veprat e tyre nuk janë kjo biblioteka e vogël, gjeni një mënyrë për jo t'ju shmangur, sepse thash vepra atëherë nuk do të botoj, po për të gjetur një shtysë stilistikore, një gjetje narratologjike, një procede e cila ta drejtonte pak më shumë drejt një elementi më intim dhe më të brendshëm. Pra, deri tek lirizmi, nuk shkohej dot më tej. Për shembull, aty ke një vepër, dhe për t'ju përgjigjur dhe asaj që po thoja pak më parë për leximin e dieshëm dhe të sotëm. Aty është tek ky vëllim i parë, është një duart e një burri. Është historia e thjeshtë e një minatori i cili, duke vënë minat në minier, ka humbur të dyja duart. Dhe ndërkohë ky njeri është që nuk e gjen dot veten më. Është tregim këtu ke shirat e vjetra. Duart e një burri, kështu quhet. Tregimi, është tregim i vogël i cili po ta lexojnë atë kohë do duhet një tregim puro për heroin e punës i cili vendos të marrë përsëri matrapikun, Sot ka një këndvështrim tjetër? Mund të lexohet ndryshe? Jam përpjekur ta lexoj habitshëm këtë tregim sot. Dhe mua më duket një konotacion i pastër, një tregimi me psikanalizë erotike të fortë brenda. Pra ti shikon, nuk gjen arsye tjetër, pra nuk është arsyeja e skemës realizmit socialist. Pse ky personazh vendos patjetër të marrë matrapikun në dorë. Sa të vetëdijshme i shikoni ju këto? Ne nuk merrim me çfarë ka dashur thot autori. Ajo që merrim ne është çfarë na thot tekstin e. Pra leximi mund t'i thojë gjëra të ndryshme lexuesve të ndryshëm në kohë të ndryshme. Çdo vepër e mirë i thot gjëra të ndryshme lexuesve të ndryshme në kohë të ndryshme. Sa më mirë të vepra, aq më shumë polisemi ka brenda këtij teksti. Dhe ndoshta ky është leximi impersonal, po secili prej nesh shihen kulturën, kodet e veta nën kodet kulturore dhe personale për ta dekodifikuar një vepër. Që do të thotë lexues të ndryshëm gjejnë në shtresat e kësaj vepre elemente të cilat nuk e gjej dot nëse autori e ka pasur mend apo jo. Në fund fare, me thënë të vërtetë, as që më intereson nëse ka pasur në mend, sepse në fund fare unë jam lexues dhe jam zot në leximin tim. Siç thot Umberto Eco, teksti është një makinë dembele dhe ka nevojë për ndihmën time që të bëhet të vinë në jetë. Në fund fare, secili prej nesh e vë në jetë këtë libër përmes leximit. Në fakt mendoja se Vath Koreshi këtë devijimin nga realizmi socialist në një farë mënyrë i ka bërë duke shkuar larg në kohë me subjektet e vet. Edhe këtë. Pra i ka tentuar rrugët për të shpëtuar nga skema, për të mos qenë një vepër skematike. Për shembull, romani i tij i parë, që është i çuditshëm realisht kur e lexon, po të mos kesh disa, po them jo më shumë se 5 apo 10% e faqeve të romanit, të bie në të që ti je në periudhën e Shqipërisë së realizmit socialist. Është një roman edhe nga pikpamja kompozicionale shumë i këndshëm, Të shtunat e Suzanës quhet. Është historia e një divorci. Pra, gjithë libri tregon pse një burrë dhe një grua ndahen. Natyrisht që agenda e ditës nga Komiteti Qendror, Byroja Politike ishte luftë kundër zakoneve prapanike,
Dhe këtë direktiv partjake për propagandë që ishte kundër gjithë shkaje që ishte e vjetër, pra propagandisht të Kjo qonë. të thotë se ishte pro divorcit ama. Jo, por shpjegon arsyen e mungesës së dashurisë. Pra ku mund të çojë mungesa e dashurisë? Është një vajzë e cila në fund fare e gjen vete pa pritur të pa dashuruar me një burr, të cilin nuk e deshi kurrë dhe e mori thjesht për arsye të rastësishme të rrethanave, që lidhen me familjen, që lidhen me rrethana sociale, kështu me radhë. Dhe në fund fare është një tregim i treguar me këndvështrime. Në fokus është kjo martesë, ose prishja e kësaj martese, dhe është shumë moderne në të shkruar. Natyrisht letërsia shqipe, po themi, teknika tilla e ka njohur më parë, po lexuesi i periudhës së realizmit socialist nuk e kishte njohur Koliqin, i cili e ka shkruar 70 vite më përpara. Pak e njifte letërsinë e Kosovës, ku to teknika narrative moderne janë përdorur më përpara. Dhe Vashko Reshi është, më duket, 1972-shi, që shkruan me këndvështrime, pra, një herë të njëjtin divorc, një herë nga këndvështrimi gazetarit, një herë nga Suzana vet, nga Jati, nga Ëma, nga Bledi që është bashkëshorti me cilin ndahen. Pra, janë 7, 8, 9 këndvështrime që tregojnë të njëjtën ngjarje, që është një teknik shumë e bukur, shumë e këndshme. E Dritëra Agolli, për shembull, tek komisari Memo, është po kjo teknikë kompozicionale që është teknikë shumë moderne. Ju po më tregoni përmes përgjigjeve tuaja se e keni rilexuar veprën e Vathko Reshit të plot, pra nga një këndvështrim i sotëm tani. Dhe arsyeja është sepse ju po merreni me periudhën e realizmit socialist, e cila do të jetë pjesë e historisë letërsisë shqipe që po harton me një grup madh pune, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. E kjo pra ju ka detyruar që të riktheni asaj periudhe. Kjo ishte dhe kjo bisedë që bëm për atë kohë, ishte dhe arsyeja, ishte dhe nxitja e kësaj bisede për Vathko Reshin, kur ju pyeta se çfarë të zgjidhnim nga Vathko Reshi për të fokusuar, pra për ta mbështetur mbi të bisedën tonë, ishte ju që më propozuat pikërisht Konomen. Pse? A bën një diferencim? A e shikoni si një libër përfaqësues? Mendoj që është një nga kulmet e shkrimit të Vathko Reshit. Nuk është i vetmi, unë personalisht nëse do të bëja një antologji të veprës Koreshit, do të përfshija patjetër Konomen si një prej tyre, edhe për faktin që në përgjithësi letërsia shqipe nuk i ka pasur novelistët dhe tregimtarët shumë të fortë, po themi, periudha e letërsisë së realizmit socialist. Ka pasur tregimtar nga cilët Vathko Reshi është një prej tyre, është dhe novelist i mirë. Pra do të thonë që romancierët ishin më të fortë. Por Vathko Reshi është për mua është më ndoshta e ka gjininë vetë të preferuar e ka novelën. Pasi nuk mbyll gjithçka, lë hapur shumë çka në dorë të lexuesit, edhe përpiqet të mos trajtoj 5, 10, 20 deri 30 linja që mund trajtoj një roman, po është pak më i përkor në zgjedhjen e. Dhe ndoshta është gjinia moderne sot. Është gjinia dhe ime e preferuar, tregimi dhe novelat për mua janë gjinia e preferuar, edhe gjinia e sotme për një arsye thjesht se njerëzit në rendin e tyre të përditshëm ndoshta duan gjëra pak më të shkurtra. Dhe kur flas për njerëz e kam fjalën edhe për një brez të ri që ndoshta një roman të gjatë nuk e lexon. Nga ana tjetër, edhe një pjesë e atyre që janë romane të Vathko Reshit, në fakt janë në kapërcyll midis romanit dhe novelës. Konomea për mua është një nga novelat më të mira të Vathko Reshit, që vjen si pasojë e disa novelave tjera shumë të mira dhe ato, që i përkasin kapërcyllit viteve 90, janë në fund të viteve 80, janë 2 novelat e tij, 80, gjithë vitet 80, që për mua janë vërtet përfaqësuese nga letërsia përpara viteve 90 Vathko Reshit, që është Dasma e Sakos dhe Haxhiu i Frakullës, që janë 2 novela ekselente, që i përkasin pikërisht asaj tematike të shpëtimit duke kaluar përtej në kohë të vjetra, të dyja. Ndërkohë që Konomea është ndoshta bashkë me Çafkën, janë 2 novelat që mbas viteve 90 e përfaqësojnë si vepër. Mes këtyre të 4-ve, Konomea për mua është një nga ato, ndoshta ka tregimin fillimin më të bukur. Dhe për mua fillimi i çdo vepre është gjysma e punës. Është magneti. Është magneti vërtet. Për shembull, nuk ka për mua personalisht si për një pjesë shumë të madhe të lexuesve, ndoshta fillimi më i bukur i një vepre është e Luftës dhe Paqes. Dhe nga gjithë fillimet e veprës së këtij autori është një të treguar në vetë të parë të njeriu post mortem. Që është mbytur.
Pra një njeri që tregon mbytjen e saj. Është një gjetje shumë e këndshme, tregohet e gjitha nga këndvështri i njeriu që ka vdekur dhe të treguarit me atë teknikën që një themi ultima res, pra ajo që do të ndodhi në fund e tregon fillim dhe gjithçka rrjedh mbrapsht. Dhe nuk të shqetëson fakti që e informacionin që në fillim. Përkundrazi. Duke pritur fundin e tregimit. Përkundrazi. Kështu që për këtë arsye ndoshta unë do ta gjeja, do ta e veçova këtë si vepër. Subjektivisht, ë? Ju gjithmonë flasin sepse njerëzit të subjekte janë. Po patjetër. Ju flisni për Konomen, në fakt në këtë përmbledhje janë 3 novela, Kajamaku dhe Shtëpia Beethoven. Që të 3 novelat, sipas meje, subjektivisht, flasin filozofikisht për njeriu, për brendësinë e njerit, por përmes dashurisë. A është në fakt dashuria një, se ju përmendët edhe të shtunat e Suzanës në një farë mënyrë? Të gjitha romanet, të gjitha novelat, të gjitha të Vath Koreshit kanë qendër dashurinë. Nuk ka asnjë që i shpëton. Nga e para deri te fundi. Se nuk është i pari i letërsisë shqipe ky, më duket. Jo, nuk është i pari i letërsisë shqipe. Letërsia shqipe është shumë heroike dhe shumë propagandistike do ishte edhe letërsia e realizmit socialist dhe kjo është ajo këndi që ka gjetur Vath Koreshi, këndi intimes. Ka bërë të hesht kolektiviteti duke i dhënë zë individit. Natyrisht universalet e individit janë Eros dhe Thanatos. Natyrisht nuk i shkon dot deri në fund në periudhën e letërsisë së realizmit socialist, por gjen mënyrë të shkojë deri në fund psikës së brendshme individuale. Konomea mbytet për hir të një dashurie ose mungese dashurie. Suzana ndahet për hir të një dashurie. Haxhiu i Frakullës gjithë kërkimet e tij janë kërkim të vetvetes, por pikë së pari në kërkim për dashurinë për veten, sepse ndoshta një nga shtysat më të forta të njeriu duhet të jetë dashuria për veten, që trajtohet fort te kjo vepër. Por edhe një grua me të verdha në pyllin e Budës është një metafizike dashurisë e çuar në një nivel tjetër, por edhe Ujku dhe Willi është dashuri, po dashuria nuk është në kuptimin erotik të saj, por është dashuri identitare, për identitetin, për gjuhën, për vetveten si pjesë e një kolektiviteti i cili përfaqësohet nga një individ ose një dysi individësh, një binjakëzim midis Ulkut dhe Willit, që për mua ndoshta është nga romanet më të mirë ti, po edhe Çafka në vetvete ka të bëjë pikërisht me këtë metafizik dashurie. Kështu që nëse do t'i vija një kryefjalë, megjithëse më duket reduktim shumë i madh ta reduktosh një autor me një vepër kaq të gjerë në një fjalë, nëse do të më detyronit dashuria. Jo, ama përmes dashurisë. Përmes dashurisë, pra është ndoshta rrugë. Ndoshta është rrugtim. Se në fund fare edhe dashuria është një rrugtim. Pra, rrugtimi një vepre që çon tek dashuria jo si qëllim, por si rrugë. Pra, njeriu ka nevojë ta bëj rrugën drejt dashurisë, pa e vënë atë qëllim vetvete, por duke bërë atë si një mënyrë për ta njohur veten, për ta jetuar veten, për të jetuar dhe të tjerët. Dhurata, i duhet shkrimtarit gjithmonë një kohë dhe një vend për t'i vendosur ngjarjet, për t'i vendosur personazhet. Konomea është në kohën e perandorisë osmane. Te Kajamaku dhe Shtëpia Beethoven po i quaj bashkëkohësi, edhe pse janë ca detaje që na bëjnë të qëndrojmë te diktatura ose te pak pas diktatura, ndoshta nganjëherë pak më larg, po i quaj ma afër nesh. Ma afër nesh. Pra, kjo koha dhe vendi i bën këto koncepte që trajton Vath Koreshi t'i përkasin asaj kohe dhe atij vendi apo janë universale. Për shembull Kajamaku flet për bukurinë si mallkim. Është ndodh në një moment kur gruaja i vjen burrit në shtëpi dhe ai e zbulon për herë të parë ditën që i vjen në shtëpi, ai nuk e ka njohur, nuk e ka ditur sa e bukur apo e shëmtuar është. E megjithatë, kjo bukuria si mallkim është koncept universal, çdo kohë dhe çdo vendi. Për mua është një mënyrë fantastike për trajtuar të bukur nga pikpamja e moralitetit shoqërisë, por edhe për është një mënyrë, sepse në fund fare ky është një libër për të shëmtuarën njerëzore, për të shëmtuarën si kategori estetike dhe si kategori morale. Dhe në vërtetën dhe që ja vë përballë bukuria, pra është si pasqyrë. Pra është si këto dritat që keni ju këtu në skenë, në studio, të cilat praktikisht duke ndriçuar bukurinë e bëjnë që të duket më shëmtuara, ose më saktë të bëjnë që ta tregoj vetveten e shëmtuara, e tregojnë hapur. Pra, e bukura është ajo që është shtysa për treguar të shëmtuarën, po nuk është e shëmtuara vetëm si një kategori estetike, është shëmtuara si kategori edhe morale. Pra, e shëmtuara njerëzore, e shëmtuara shpirtërore e të gjithë personazheve. Me thënë të drejtën, kur e kam lexuar këtë novel, më kujtua pak
shumë larg, po librat flasin me librat gjithmonë, domethënë në kokën e secilit prej lexuesve natyrisht një libër komunikon Po, kemi dhe prirje për të bërë ndonjëherë paralele. I bëjmë për qefin ton, sepse normalisht vetëm kështu e ushqejmë veten. Më shkujtuar një rast tjetër fantastik i letërsisë shqipe, në cilën është përjetësia, është një mallkim. Dhe më ka kujtuar Tatanushin, e madhe gjëma e mëkatit Kutelit. Dhe është një mallkim, pra këtu del bukuria si mallkim, atë del jeta, përjetësia si mallkim. Kanë tema fort të ndryshme, por ky universalja e zbulimit shpirtit njerëzor përmes rrugës që të çon tek dashuria, se në fund fare të dy librat të tregojnë rrugën, qoftë edhe rruga e kthimit, qoftë edhe rruga e vdekjes, e vrasjes në rastin e parë, apo e përjetësisë në rastin e dytë, janë rrugë për të dashuria. Dhe kjo mund të jetë dashuri për veten, për Zotin, për të përjetshmën, për identitetin, e pafund. Kështu që janë libra që më folën bashkë, pa dashur të bëj asnjë paralelizëm mes dy autorëve. Po, sigurisht, po gjithsesi edhe ky krahasim në vetvete e bën Vath Koreshin që të jetë i lexueshëm dhe i të futet në një ligë të fortë të autorëve të Ligës së Parë të Letërsisë Shqipe. Ka një karakteristikë që unë kam pikasur të 3 novelet ekonomes, po kam përshtypjen që del edhe përtej këtij libri të Vath Koreshit, që ka të bëjë me emrat e vendeve dhe të njerëzve. Janë të papritur, janë të çuditshëm, nuk janë të marrë nga realiteti, janë të trilluar edhe emrat. Për shembull, Konomea është emri i personazhit të novelës parë. Kajamak quhet qyteza ku zhvillohen ngjarjet e novelës me këtë titull. Dhe personazhet janë Gjurza dhe Bardhës, janë dy pra ky çifti i dashuruar. Si studiuese, si interpretoni këtë prirje të shkrimtarit për të trilluar deri dhe emrat e njerëzve dhe të vendeve? Duan thjesht i shkojnë realitetit larg, apo duan që të krijojnë një atmosferë kështu magjike? Jo, se pse ndodh, pse e bën? Sepse nuk është vetëm Vath Koreshi që e bën këtë gjë. Po, është vërtet, ka një prirje në letërsinë shqipe. Është tipike shqiptare, është letërsisë shqipe? Jo, ndodh. Shpesh ka ndodhur dhe besoj do të ndodhi. Arsyet nuk e kemi autorën midis nes na e tregoj, por si e lexojmë ne. Janë do doja t'ja bëja atij në fakt. Me thënë drejtën, secili prej nesh do donte shpesh të bënte pyetje, po unë gjykoj personalisht, subjektivisht që më mirë të mos ja bëjmë, sepse ndoshta nuk do të kënaqesh nga përgjigjet që do të na jepte. Atëherë le ta interpretojmë vetë. Kështu që më mirë le t'ja lëm vetes në dorë punën për ta interpretuar sipas dëshirës tonë. Për mua, autorë të ndryshëm kanë gjetje të ndryshme, arsye pse e bëjnë këtë gjë, këtë zgjedhje është ndryshme. Kur lexoni ju librin ose novelën me këto emra, vendesh dhe personazhesh të papritur, çfarë përjetoni, çfarë perceptoni? Së pari, nevojën për të qenë emra, në disa raste të Vath Koreshi janë emra që kanë një kuptim që lidhet me një tingullim, për shembull Kajamaku, mua më duket më shumë një bravurë tingullore. Pra një gjë që të çon tek një tingull, një lloj aliteracioni dhe asonance vokalike që të pëlqen. Pra nuk është Kajmak, po është Kajamak. Nga ana tjetër, po ti hysh më thellë, mund gjesh dhe disa kuptime të fshehura të veprës që lidhen të emrave, edhe toponimis, po edhe të emrave të personazheve, siç është rasti i përkëdheljes, pra përmbështetjes përkëdhelëse që i ka të dy emra, dhe të personazhit femër dhe të personazhit mashkull. Por edhe në vepra të tjera, pra nuk është vetëm te kjo vepër, në përgjithësi në një pjesë, sidomos mas realizmit socialist, gjejmë një tentativë për t'i vënë emra fiksional për të çuar tek universalja dhe për të mos ndetur tek lokalja, apo tentativa për ta bërë, për fat keq ka ndodhur shpesh në gjatë 50 viteve të realizmit socialist, për ta konsideruar veprën pasqyrim të realitetin. Edhe përmes kësaj teknike, vepra emra fiksional, toponimi fiksionale, autori sikur tenton të thotë, vepra ime nuk pasqyron realitetin. Vepra ime është një rikrim i një realiteti më vete. Një nga tiparet e tjera të Vath Koreshit është pasuria e fjalorit. Veçmas tek Konomea, por jo vetëm thjesht pasuri fjalorit, po zgjedhja e fjalëve të caktuara që lidhen shumë mirë me kontekstin, me kohën, me vendin, me personazhet. I jep një gjuhë realitetit. Ndryshe flasin personazhet e Konomes, ndryshe flasin personazhet që kanë lidhje me muzikën e artist të novelës Shtëpia e Beethoven. Unë mendoj që gjithmonë në gjykimin tim subjektiv që sot, letërsia sot,
nuk i ka shumë parasysh, nuk është shumë i interesuar për detajet të tilla. Duket ka njerëz sikur të gjithë personazhet flas njësoj. Si e gjykoni ju? A mund të bëjmë një krahasim? Çfarë vlere jepni Vath Koreshit për këtë vëmendje dhe a mund të bëjmë një krahasim me letërsinë sot? Për mua Vath Koreshi, kur shkruan letërsi, është skenarist. Në këtë kuptim, pra në këtë pyetje që po më bët, pra ka një polifoni, që do të thotë se cili prej zërave e ka zërin e vetë të qartë dhe dallueshëm fort. Prirja e tij për të krijuar fjalë që lidhen, pra të krijuarit e një gjuhe, e një idiome të re, e një koineje që i flet atij realiteti që ai krijon, pra që do të thotë Vath Koreshi tenton të krijojë gjuhën që i shkon realitetit të ri që i ka krijuar, realitetit letrar që ka krijuar. Për mua kulmin e kësaj prirje, që është vërtet e keni kapur shumë sakt, që e ka në përgjithësi vepra e Vath Koreshin, e arrim tek romani i tij që për shumë studiues ndoshta është romani i tij më i mirë. Unë jam e dyzuar, por natyrisht është një nga romanet e tij më të mira, Ulku dhe Willi, në cilin praktikisht thelbi i romanit është pikërisht rindërtimi përmes identitetit gjuhësor, është një vepër e shkruar gegnisht nga një tosk, i cili ka tentuar të krijoj idiolektin e vetë letrar të gegnishtes. Ngjarjet zhvillohen pikërisht në gegnin e tij mesjetare, pra shtyrja është dyfisht, është në kohë dhe në hapësirë. Pra, ky realitet i ri që ka ndërtuar është i largët, por bëhet i afërt përmes kësaj krijimit të kësaj gjuhe, që tek Omnomeja kemi të fortë, por shumë më të fortë kemi tek veprat e tjera të Vath Koreshit. Vath Koreshi thatë është skenarist, pra edhe në librat e tjerë skenarist. Në fakt, realisht ka qenë një skenarist dhe shumë i njohur dhe me filma të jashtëzakonshëm që kanë qenë më parë vepra letrare. A mund të bëjmë një interpretim të përmbledhur të shkurtër të skenaristit Vath Koreshi? Unë nuk kam pasur fatin ta njoh, pra nuk kam pasur ndonjëherë fatin ta njoh vetë Vath Koreshin, por në shumë intervista të njerëzve që kanë njohur në dokumentar apo në të shokëve të tij, të miqve të tij të ngushtë apo bashkëpunëtorëve të tij, më thonë, shkruajnë dhe thonë që ka qenë një narrator i jashtëzakonshëm. Pra tregonte në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ndonjëherë ata që e kanë njohur thonë gjithsesi në të shkruar nuk arrinte dot ta kishte atë magji të fjalës së folur. Dhe desha ta nis që këtu për të shkuar tek skenaristi. Kështu që ndoshta pikërisht ky dyzim midis të shkruarit, të nguliturit me shkrim të një dialogu që ndodh zakonisht në narracion, pra ti do të tregosh një ngjarje, por edhe përmes zërave të tjerë, dhe dyzimit me këtë tregimtarin personal që ka qenë ai, pra zërit të tij vetë, të ngulurit me shkrim dhe treguarit me gojë të njëjtës ngjarje, kjo e ka çuar pikërisht te skenaristi, i cili është një kombinim i së dyjave, narratorit, që është Vath Koreshi narrator, që do të tregoj dhe siç thonë bashkëpunëtorët e tij dhe miqt, tregonte në mënyrë perfekte, dhe shkrimtarit Vath Koreshi, i cili e ngulit me shkrim. Ndoshta në jetën e filmit ky dialog bëhet më i bukur, dhe ndoshta pikërisht ky dyzim ka çuar tek skenaristi. Skenaristi Vath Koreshi, që për mua gjurmët e tij të qenit skenarist i gjejmë sythet e skenaristit të filmit të ardhshëm, i gjen tek veprat e tij. Një nga teknikat që e përmenda që në fillim fare, tek Të shtuan e Suzanës, pra të treguarit me këndvështrime, është një teknikë e pastër filmike, e cila letërsisë i ka ardhur edhe nga ky bashkëpunim midis të qenit një vepër e vënë në skenë apo të qenit një roman i treguar. Kajamaku është një novelë që e lidh me e tregon dhe hapur, pra e bën skenar atë që, dhe kjo është interesante, kjo si procedurë është shumë e bukur, sepse ti teknikën e bën pjesë të skenarit, pra pjesë të ngjarjes. Ngjarja vetë, në rastin e veprës në novelës Kajamaku, është të ndërtuarit e një filmi. Dhe janë, mos gaboj, 15 apo 16 biseda, nuk e kujtoj numrin e saktë, të regjizorit me narratorin, me atë që tregon ngjarjen, për të ndërtuar një dokumentar, një film. Dhe në fund fare, ajo që kuptojmë është një vend pa vend, disa njerëz të çuditshëm, që në fund fare kanë nevojë të tregojnë nga këndvështrime të ndryshme një dhe vetëm një gjë, të shëmtuara njerëzore, ose më saktë të bukura njerëzore.
Dhurata, ishte kënaqësi që ishit në bibliotek, faleminderit për bisedën, po faleminderit edhe që ma rikthyet vëmendjen ndaj një shkrimtari sikurse Vath Koreshi që ja vlen ta rikthesh. Ju falenderoj shumë që i dhat zë në polifonin tonë si lexues, edhe një autori që ndoshta kishte ardhur momenti që t'ja kujtojmë pak lexuesve, ndoshta t'i kthehen. Atë që me cilën e nisët që thatë është një vepër që nuk e gjen gjikundi, me thënë të drejtën ndoshta do t'ishte edhe një thirrje për botuesit që çojë drejt një ribotimi të veprave. Për botuesit, po ndoshta edhe për familjarët. Ndoshta edhe për familjarët, ndoshta për familjarët, se nuk e di kush e ka drejt në autorit. Faleminderit edhe një herë Dhurata. Faleminderit për ftesën. Dhe në shumëri faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me studiuesen Dhurata Sheri. Folëm për Vath Koreshin, të nxitur nga përmbledhja me novela Konomea, folëm pikërisht tani, sepse në 7 maj është dita e 80 vjetorit të lindjes së tij. Ja vlen një ndalesë te ky shkrimtar, ja vlen përkujtimi i tij. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen dhe mirupafshim pas një jave.